Jemi duke qëndruar gjithnjë me programin maraton të Fitër Bajramit. Shpresoj që këto tema dhe të ftuar janë duke ju shijuar dhe pëlqyer me temat që jemi duke përcjellur tek juve në këtë ditë feste. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që tani kemi të ftuar Qazim Doda, prisi xhamisë Arbrneshit në Kraj. Përshëndetje dhe gëzuar Fitër Bajramit. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit për ftesën. Ju uroj të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Dhe një falënderim shumë i veçantë për stafin tuaj që na keni mbajt me ngrohtësi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, me ligjërata të ndryshme nga imam dhe teolog të ndryshme, të cilat sadopak na kanë mësuar ose na kanë përsëritur një prej dijeve tona gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Faleminderit shumë. Unë dua t'ja filloj me një urim të Bajramit. Urojmë të gjithë ata këtë festë shenjtë, siç është festa e Fitër Bajramit, urojmë edhe njerëzit e Krajës që na kanë mbetur. Por këto dua t'ja filloj, sa mblidhen në Kraj apo sa kanë mbetur në Kraj që të festojnë këtë festë të Fitër Bajramit. Atëherë, Bismillahirrahmanirrahim, falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe mëshirë kërkojmë. Selamet më të përzemërt ja dërgojmë zotëriut e tij Muhamedit alayhis salam, familjes e tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtareve, muslimanë dhe muslimane, të cilët ndjekin dhe mundohen të pasojnë rrugën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme deri në ditën e gjykimit. Atëherë, na dim që Fitër Bajrami ose pa marrë parasysh gjithë cila festë cilën na kena, siç është Fitër Bajrami, Kurban Bajrami, njerëzit aktivizohen më tepër se sa në festa tjera, sepse normalisht është pjesë dhe festë që neve na takon me festu ashtu siç na kërkon Allahu xhaleshanuhu, pas obligimeve që i kryejmë dhe pas mundit ton dhe sakrificave që i bëjmë për hir të Allahu xhaleshanuhu. Atëherë Bajrami normalisht njerëzit e mbushin xhamin pak më tepër se sa ndoshta gjatë Ramazanit, sepse është festë, edhe kuptohet. Por më tepër unë jam i kënaqur për ata personat të cilët janë jashtë vendit, jashtë krajit dhe prapë e kujtojnë vendlindjen, qoftë ajo më pak se sa herë tjera, por Bajramin gjithmonë vinë edhe e falin bashkë me pjesëtar të cilët janë në xhami dhe me vendali të cilët janë prej vendit të Arbrneshit. Dhe kjo është traditë cilën njerëzit e kanë vazhduar vazhdimisht. Dhe nëse ato edhe nuk njiten ndoshta në shtëpitë e tyre në Kraj, por vetëm namazin e Bajramit njiten e falen dhe më pas vazhdojnë përsëri ulen në shtëpitë e tyre të cilat i kanë në vendet e tyre të ndryshme. Dhe sakrificën cilën njerëzit e bajnë, Allahu xhaleshanuhu ja u shpërblef gjithmonë. Por ka prej aty në persona që ndoshta vetëm në këto festa e falin një namaz. Por më mira normalisht është që të fillojmë qysh në namazin e sabahut dhe të vazhdojmë, ndoshta diçka të ndëgjojmë pas namazit sabah, qoftë një ligjërat apo qoftë një rikujtim sado i vogël të jetë. Dhe siç thamë, ndoshta është i vetmi moment që njerëzit e falin një namaz, ai është namazi i Bajramit. Por prapë nuk mund të etiketojmë si ata personat të cilët kanë vazhduar vazhdimisht gjatë muajit të Ramazanit, por edhe jashtë këtij muaji të madhnueshëm e vazhdojnë adhurimin e Allahut xhaleshanuhu, duke i kryer obligimet që i kanë ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe duke bërë edhe ibadete të ndryshme. Të mbesim pak tek xhamati, shkojmë tek xhamati gjatë muajit të Ramazanit. Sa ishte ky xhamati? Sa ishte numri? Atëherë xhamati gjatë Ramazanit e shohim përgjithësi, jo vetëm xhamati i vendit ton por edhe i vendeve të tjera shohim që njerëzit aktivizohen më tepër se sa gjatë muajve të tjerë. Edhe e shohim energjinë që përcjellin ndërmjet vetit këto persona nuk e kanë jashtë Ramazanit, por këtë na bën vetëm ky muaj i bekuar. Dhe normalisht duke marrë parasysh popullsinë të cilën na e kemi si në Kraj, si në vendet të cilët emigrojnë më tepër jashtë vendit, duke marrë parasysh këtë numër, na jena shumë të kënaqur me numrin e personave të cilët i kena gjatë namazeve ditore, por edhe gjatë namazit të teravive. Dhe e lutim Allahun xhaleshanuhu që në atë formë se siç kanë ardhur gjatë teravive, të vazhdojnë edhe të falin njëjtë edhe namazet jashtë Ramazanit, cilët i kena obligim ndaj Allahut xhaleshanuhu.
Sa arrim të marrim me veten nga muaji i shenjtë i Ramazanit, nga përjetimet që kemi gjatë këtij muaji? Na shohim shpesh që këto përjetimet dhe afrimitetet që kena me njerëzit gjatë muajit të Ramazanit nuk i kemi jashtë Ramazanit. Kena iftaret, cilët na bashkojnë me njerëzit tonë, qofshin familjar, të afërm, dhe ajo edhe më e rëndësishme ndoshta ajo shoqërore, që ka një herë nuk mund me u bë dhe me u bë prej atyre që bashkohena, por çka iftari i Ramazanit tjetë pra qëllimi i Ramazanit që tjetë afrimiteti dhe bashkimi. Kena namazin e teravive që kena prej atyre personave që ndoshta jashtë nuk falen, por namazin e teravive e falen edhe kohë më gjatë se sa na marrin neve adhurimet dhe obligimet që i kena gjatë ditës ndaj Allahu xhaleshanuhu. Pastaj kemi edhe namazet e natës, që në dhe ditëshin e fundit ata mundohen ta gjejnë natën e Kadrit, ta fitojnë shpërblimin e Allahu xhaleshanuhu, por mund me marr nga ana tjetër që njëjtë siç janë zgjuar për me fal namaz natë, janë prej atyre që zgjohen për të kryer edhe obligimin që kemi ndaj Allahu xhaleshanuhu në namazin e sabahut. Dhe e keni pa edhe energjinë, cilën sado që ndoshta ka mund për njerëzit, ka sakrificë, prapa ata mundohen që gjatë Ramazanit të qëndrojnë njerëz pozitiv, mundohen që të reflektojnë dhe të tregojnë pasqyrë të bukur para besimtarëve dhe të bëjnë sabër në vetveten e tyre. Gjatë një muaji sakrificë, një muaji reflektim, shpresojmë që Allahu të gjithëve besimtarëve musliman t'ia ketë pranuar lutjet dhe agjërimin e tyre. Cili është ai reflektimi pas kryerjes së muajit të shenjtë të Ramazanit për të gjithë ato besimtarë musliman që kanë agjëruar dhe janë përkushtuar me mishëm e shpirt, nëse mund të them kështu, këtij muajit të shenjtë të Ramazanit? Atëherë, na pikë pari duhet t'ja fillojmë prej vetvetes tonë, që në fund të Ramazanit ta shohim çfarë kemi vepruar. Prej atyneve gjunaheve, qofshin të mirave që i kemi na bë ndaj njerëzve, por edhe ndaj Allahu xhaleshanuhu. Edhe normalisht duhet të reflektojmë dhe ta shohim se a i kena vepru për veten tonë, për të mirën tonë, për të mirën e rrethit tonë dhe për shpërblimin që e presim nga Allahu xhaleshanuhu. Dhe për atë arsye na duhet të jena prej atyre personave të cilët vazhdimisht jena të qëndrueshëm. Dhe siç kena qenë qëndrueshëm, kena pas sabër dhe kena bë gjatë Ramazanit sakrificat tona, na duhet t'i bëjmë edhe sakrificat jashtë Ramazanit. Dhe duhet, siç thamë, të qëndrojmë të fortë edhe në fenë edhe jashtë këtij muaji të bekuar. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, i lutet Allahu xhaleshanuhu, o ti që i kthen zemrat, bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Pra kur lutet pejgamberi alayhis salam për qëndrueshmëri edhe për mbajtjen e fesë, atëherë kush jena na prej atyre personave që nuk mujmë me u lutë ndaj Allahu xhaleshanuhu që të na bëjë qëndrueshëm dhe të jena prej atyre që e adhurojmë Allahun xhaleshanuhu gjithmonë. Dhe është një mendim i dietarit të Hasan el-Basriut, i cili thot, e kam lexuar para muajit të Ramazanit dhe gjatë gjithë këtij muajit e kam menduar dhe e kam analizuar, ku thot mos u bani thot adhurues të Ramazanit, por bëhuni thot adhurues të Zotit të Ramazanit. Pra, mos jena prej atyre që vetëm në Ramazan e adhurojmë Allahun xhaleshanuhu. Edhe kjo është në rregull, e adhurojmë Allahun xhaleshanuhu, mundohna ta adhurojmë ndoshta vetëm në këtë muaj, por mos bëhna adhurues të Ramazanit. Të jena adhurues të Allahu xhaleshanuhu, i cili na ka krijuar, i cili na ka dhënë të mira, i cili duhet adhuruar gjithmonë edhe në të mirën tonë. Se neve gjithmonë na shkon mendja tek Zoti më tepër kur kena sakrifica, kur kena probleme, qofshin ato familjare, qofshin shoqërore, neve na shkon mendja tek Zoti kur provohna, edhe kur gabojmë. Dhe normalisht më e mira, siç thot pejgamberi alayhis salam, është që ti kujtoje Allahun xhaleshanuhu kur je mirë dhe kur je i qetë, që Allahu xhaleshanuhu të kujtojë ty kur ti ke probleme. Në çfarë rastesh pranohen lutjet më tepër? Na e dim edhe atë se çka thot pejgamberi alayhis salam, cilën e bëjmë duan para, e kena bë duan para iftarit, dhe Allahu xhaleshanuhu na baft mundun që të më pranojë ato dua që
e kena dhënë me gjithë zemrën tonë, e kena dhënë atë mundin me i shpreh ato fjalë, megjithse para Allah xhaleshanuhu ka një herë na nuk mujm as më u shpreh natë se çka dona me shpreh prej zemrës tonë, por lutemi gjithmonë që të na pranoj atë se çka kena në zemrën tonë dhe atë se çka dona me thënë prej zemrës tonë. Dhe kena edhe duan, cilën mas shumëtit e kena përmend në 10 ditën e fundit të Ramazanit, o Allah, ti je falës, e don faljen, me fal mua. Pra, na pikë pari kërkojmë faljen nga Allahu xhaleshanuhu, se na nuk kërkojmë nga Allahu që të na i pranoj ibadetet tona, sepse ata e dimë se gjithsesi na i kena obligim ndaj Allahut, por thot na i falë ato gjunahet tona. Se ato gjunahet ndoshta na e zbresin pak atë shpërblimin e këtyre adhurimeve të tjera. Po si mund ta marrim këtë frymën e Ramazanit, si mund ta marrim me vete përgjatë këtyre muajve të tjerë, se është një muaj në vetë, si mund ta marrim këtë mirat e këtij muaji, të mos i harxojmë kështu menjëherë. Allahu xhaleshanuhu në ajetin kuranor, në ajetin 103 të surës Ali Imran thot: "Dhe kapuni për litarin e Allahu xhaleshanuhu të gjithë." Pra, ky litari i Allahut e ka esencën tek Kurani famlar. Pse na dim që në muajin e madhnueshëm të Ramazanit ka zbrit edhe Kurani famlar. Dhe për atë arsye na duhet kapemi pikë pari të kena rranjt tona në Ramazan, atë trungun e kësaj pemë ta kena jashtë këtij muaji të bekuar dhe frytet dhe ato të mirat të cilat na i kena fituar me mundin ton, Allahu xhaleshanuhu të na i shpërblej kur dalim para tij në ditën e gjykimit. Dhe e kemi edhe një hadith të pejgamberit alayhis salam ku për shembull na po lidhim pak me vendin ton ku jetojmë. Na në kraj kemi liçenin afër, ulçini ka detin, ka lumin, edhe me i pyet ata persona të cilët jetojnë jashtë, ata kënaqësinë që e gjejnë tek ky vend, tek vendi vet, nuk mund me e gjetë diku tjetër. Edhe ata megjithse ndoshta para nesh shprehen ndryshe, ata prapë e kanë mallin për vendin e vet. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, nëse na e kemi një lum i cili rrjedh para shtëpisë tonë, para derës tonë, edhe pastrohen 5 herë në ditë në ta, atëherë a ka Mehmet ndonjë papastërti? Sahabët i thonë që nuk ka Mehmet. Dhe pejgamberi alayhis salam thot, njëjtë është edhe personi i cili i fal thot 5 namazet ditore dhe a ka Mehmet thot ndonjë papastërti apo se ndonjë gjina, nëse i bën në atë mënyrën se siç e kërkon Allahu xhaleshanuhu, normalisht që nuk ka Mehmet. Dhe kur thom njëjtë për namazet, kena edhe mund ta krahasojmë edhe me muajin e Ramazanit. Na gjatë gjithë muajit bëjmë veprat tona të cilët mundohna t'i bëjmë mirë, edhe direkt mas Ramazanit të hidhim mrapa këto, nuk shkon. Pra, duhet të jena prej atyre që njëjtë siç nuk i kena lanë namazet në muaj të Ramazanit, njëjtë të vazhdojmë namazet edhe të pastërtin, siç na cek pejgamberi alayhis salam, ta vazhdojmë atë pastërti gjatë gjithë jetës tonë. Si mund ta shohim edhe ta ndjejmë që muaji i shenjtë i Ramazanit ka pasur efekt tek ne që jemi munduar të agjërojmë dhe të bëjmë ibadete të ndryshme? Atëherë, pikë pari kur jemi nisur me një jetë qartë në agjerim, në obligimin që kena ndaj Allahu xhaleshanuhu. Nëse na kena pas një jetën e pastër, Allahu xhaleshanuhu ka më na lehtësua. Tek e dyta, nëse na i kemi vepruar ato adhurimet ndaj Allahut, kena përmend Allahun vazhdimisht, edhe prapë dalim jashtë Ramazanit, edhe i veprojmë ato gabime, ato gjinohe që i kena ballë më përpara, atëherë shohim që këtu nuk ka dhënë efektin e mjaftueshëm Ramazanit. Kurse për ata persona cilët vazhdojnë, atëherë aty e dallojmë që ka prek Ramazani aty se ku duhet. Pra ka prek në zemrën e besimtarit. Dhe kur flasim për lumturinë edhe kënaqësinë, na lumturinë që na anep Ramazani nuk na anep asnjë muaj tjetër. Edhe kënaqësinë në dynja mund me gjetë në forma të ndryshme, por vetëm kënaqësi. Ajo është kënaqësi ndoshta përkohshme, siç i kena ato të cilat na i ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu, kena harame të ndryshme që ato vetëm janë kënaqësi, por kur nuk mund me dalë lumturi. Ato janë kënaqësi përkohshme, lumturi vetëm adhurimi e Allahu xhaleshanuhu në fund mund të na shpërblej, por siç na shpërblen në këtë dynja të na shpërblej
ma të nevojshme siç e kena në ditën kur dalim para Allahu xhaleshanu. E kemi përcjellur Ramazanin, por do doja të theksoja pak edhe pjesën edhe ditëshit të fundit, rëndësisë edhe ditëshit të fundit. Çfarë mund të na thoni? Atëherë për dhe ditën e fundit, siç e kena pasur mundësinë që t'i afrohemi Allahu xhaleshanu, na nuk duhet të fokusohemi më tepër në ata pjesët se siç tregon që a është nata e qetë apo nuk është nata e qetë, a ka rrezë dielli. Po, na duhet të jemi prej atyre që e kërkojmë shpërblimin e natës kadrit. T'jena në dhe ditën e fundit të Ramazanit, t'jena prej atyre personave që vazhdimisht bëjmë qofshin edhe vepra të vogla, por janë të vazhdueshme. Siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam në një hadith që veprat më të dashura tek Allahu xhaleshanu janë veprat e vazhdueshme, qofshin ato edhe të vogla. Dhe nëse na gjatë gjithë Ramazanit, gjatë gjithë dhe ditëve të fundit jena munduar që për çdo ditë me bëj një vepër të mirë ose me dhuru diçka prej pareve tona, një shumë caktuar, atëherë e kena qartë që nuk e kena humbur shpërblimin e natës kadrit. E kena arrit shpërblimin e natës kadrit në mënyrë monetare. Por cila është më e rëndësishmja është ajo e duas. Sepse është një kohë ku na mund me im kujtua edhe mund me reflektua ato gabimet, gjunahet që i kena bërë gjatë gjithë Ramazanit dhe ditën e fundit kërkojmë falje tek Allahu xhaleshanu, sepse gjithë jena gabimtar dhe gjunaqtar dhe siç thonë që më i miri prej jush është ai i cili pendohet tek Allahu xhaleshanu. Sa i rëndësishëm është edhe sadakatul fitri dhe dhënia e zeqatit? Atëherë na dim që zeqatin njëjtë siç kena obligim, siç kena obligime tjera, kena edhe zeqatin obligim për me pastrua pasurinë tonë. Dhe njëjtë siç është zeqati pastrim i pasurisë tonë, njëjtë duhet ta kemi edhe në sadakatul fitrin pastrim të Ramazanit tonë. Siç është sekme edhe më përpara që sadakatul fitri të jetë pastrimi aty në gjunaheve tona të vogla, por që e kena obligim me e dhanë. Kurse zeqatin na kur e napim, na pastrojmë çka? Pastrojmë pasurinë tonë. Pastrojmë pasurinë tonë shpirtërore nga gjunahet tona dhe ndaj obligimit që kena ndaj Allahu xhaleshanu, por pastrojmë edhe pasurinë tonë që na e kena ruajtur. Po të shkojmë pak edhe tek festa e Bajramit. Cila është rëndësia e kësaj feste? Atëherë, siç çdo njeri i cili punon dhe pa marrë parasysh se sa punon, në fund ditës ose në fund të javës, në fund të muajit, e ka shpërblimin e vet. Edhe Allahu xhaleshanu na ka bë shpërblim për neve fitër Bajramin ose siç quhet edhe Bajrami i Madh, për një arsye se vjen pas një obligimi dhe pas një adhurimi të madh tek Allahu xhaleshanu. Dhe këtë fest, nëse na në këtë fest nuk arrim që të afrohen me ata persona që mundohen me u largu prej nesh, nëse na në këtë fest nuk arrim që me u afru me ata persona të cilët ka njëherë ndoshta na duken të rënd në synin tonë, prej atyne personave që na kanë dhënë neve, por edhe na duhet t'ju japim atyne. Nëse kjo fest e Bajramit nuk na i bashkon zemrat tona, nuk i përqafojmë zemrat tona siç i përqafojmë duart tona për të bërë Bajram, atëherë prap nuk e kena marrë esencën edhe kuptimin e plot të kësaj feste. Me që kohëve të fundit në kraj fatkeqësisht është ka filluar dhe është zbehur gjithnjë më tepër popullsia dhe vendasit e atij vendi. Sa ka mbetur, sa janë të rëndësishme ato shtëpi, ato familje dhe sa frekuentohen njëri mes tjetrit? Atëherë, edhe nëse na në këtë numër të vogël të cilën ndodhemi na tash në kraj, nëse na në mirë veti nuk shkojmë mirë, në numër të vogël, atëherë vaj halli për ne për me ba me pas diçka më tepër, me pas njerëz më tepër. Dhe siç thamë gjatë Bajramit, nëse na nuk shkojmë mirë me njëri tjetër, nëse na njëri tjetrit nuk i kërkojmë halal dhe nëse na nuk e ulim kryet tonë që nga ajo egoja, nga ajo mendjemallësia i kërkimit faljes tek njeriu, atëherë nuk ka me e ba asaj personi, por dikush duhet ta bëj hapin e parë. Dhe tjena na prej atyne personave që nëse kena pas ndonjë problem me dikën, tjena prej atyne që na bëjmë hapin e parë. Mos ta presim atë. Se pas një adhurimi, siç e kena bërë gjatë muajit Ramazanit, në festën e Bajramit ta bëjmë këtë ditë.
dhe t'jena prej atyre që ja hapim derën njëri tjetrit, dhe kur ja hapim na, edhe ai ka me na hap derën për ne, por edhe Allahu xhaleshanuhu ka me na dasht, edhe adhurimet që i kena pas, që i kena bën ndaj Allahu xhaleshanuhu, i kena më të sigurta që janë të pranuara tek Allahu xhaleshanuhu. Erdhëm edhe drejt minutave të fundit, por para se të përmbyllim këtë bisedë së bashku, ku ka qenë një bisedë mjaft e frytshme, mund të them, për këtë temë që kemi përzgjedhur. Më trego edhe një herë sa janë të rëndësishme vizitat për festën e Fitër Bajramit. Atëherë, nëse na, si shtame, gjatë Fitër Bajramit, mbyllëna, atëherë nuk e kena kuptua kuptimin e plot të shpërblimit që na ha dhënë Allahu xhaleshanuhu si fest. Edhe na fest të plot e dim që kemi vetëm Bajramin. Kemi Bajramin e madh dhe Bajramin e vogël. Edhe gjatë këtyre festave na të ndalemi nga afrimiteti, atëherë nuk kemi më pas mundësi jashtë këtyre festave që të afrohemi, përveç normalisht edhe Ramazanit që na afron me njëri tjetrin, siç janë iftaret, teravit, pa marrë parasysh. Por prap afiniteti që dhe kënaqësia pas atij mundi që na nep Fitër Bajrami e ka më të mirën që ta kalojmë së bashku me persona cilët na rrethojnë. Besoj që kjo do të ishte edhe porosia për gjithë shikuesit që të afrohemi, që të mos majmë mëri njëri me tjetrin. Po. Faleminderit shumë. Falenderojmë edhe një herë, sot në studiu me neve ndër të ftuarit që kishim ishte Imam Qazim Doda. Falenderojmë shumë për gjithë këtë minutazh që na dhuroi si Shtatë Gzona, një emision i frytshëm me tema që kemi prekur, tema të ndryshme që kemi prekur në këtë bisedë. Ne ju falenderojmë shumë, në vazhdim do të shkojmë me urimet tona për këtë fest të veçuar.